Zhvillimet e fundit politike do t'i diskutojmë me 3 mysafir sonte në Kompas. Me mua në studi jeton Kelmendi dhe Muhamet Bytyqi, mirë se erdhët. Dhe në linjë të drejt për drejt e kemi Valdet Hoxhan, avokati, mirë se erdhe virtualisht në Kompas. Faleminderit për mundësi. Faleminderit shumë. Profesor, u diskutua shumë kjo çështja e deklarimit të Konjuftës sot, që shkuara në zgjedhje të jashtëzakonshme i përket vullnetit të opozitës, nëse ata duan ta bëjnë një marrëveshje me vetëvendosjen për të siguruar 80 vota sa duhet për me zgjedh presidentin ose jo. Në fakt, kjo politika jonë është bërë një telenovel latine, e cila zgjat pafundësisht dhe sa duket se ky është epizodi i fundit, sërish vjen epizodi tjetër. Pra, natyrisht se e kam përcjellë deklaratën e zotit Konjuftësa, për çka natyrisht se nuk e marr fare seriozisht, sepse s'mund të ketë përgjegjësinë ai që ka numra më pak. Dhe në demokraci përgjegjësia është sipas fuqisë elektorale që ka. Kjo është, si thua, elementi më bazik. Pra, s'mund të ketë përgjegjësinë Ramush Haradinaj me 6 deputet, ose ajo me 15 deputet, ose ajo me 22 deputet, ka shi një subjekti që ka hiq më pak se 57 deputet, plus koalicionin që e ka prej 60 ku di unë se sa numrash. Pra, natyrisht se është një tentative shumicës për të krijuar një amulli sa më shumë që është e mundur dhe për të krijuar sa më shumë mjegull në mënyrë që të shtyhet ky proces dhe të kehet një fajtor kujdestar. Mënyra se si janë zhvilluar dhe takimet, mendoj se kanë qenë krejtësisht pa justifikueshme, ose ka qenë një gabim, do ta quaja kardinal, i kreut të LDK-s Abdi Gjiku, që shkon dhe takohet me, sepse kështu ndodhi dhe vitin e shkuar dhe më në fund e psoi humbi ato 5-6%, sepse shkon të u takonte, po gjithçka është në rregull, më në fund ai e fajsonte. Pra, Kurti nuk është se ofron LDK-n pse e don, po e ofron sepse don ta shuaj krejt, don ta zhduk nga faqja e ekzistencës, nga faqja e dheut, si thot populli, dhe kjo është taktika. Prandaj nuk e dia e ka vetdijen Abdi Gjiku, apo nuk e ka këtë me vetdije, por çdo takim që i shkon, unë mendoj se është duke ndikuar, duke krijuar një kauz të re për një fajtor, pra që do ta gjej Kurti dhe lëvizja vetëvendosje. Kjo veç u pa me deklaratën e Glau Konjuftës, zëvendës kryeministrit. Konjuftësa tha që do ta tërheq kandidaturën nëse ofrohet një kandidat konsensual, por e kritikoi ta zëm çastin e PDK-s, që s'po e jep emrin për president dhe po e kërkon si kriter të marrëveshjes që kandidati të vijë pikërisht nga PDK-ja. Po, betejë për fajsimin e të tjerëve dhe mosmarrja e përgjegjësisë nga ana subjektit më të madh politik në vend, apo më mirë të themi nga vetë zoti Kurti, është një betejë që vazhdon. Ne e dim që po bëhen 2 vite që ne shkojmë nga kriza në krizë dhe realisht Kosovës këto kriza po i kushtojnë jashtëzakonisht shumë. Mirë, po jo domosdoshmërisht krizat e Kosovës dhe shoqërisë kosovare e kanë dëmtuar edhe atë konsolidimin e leadershipit autoritar të zotit Kurti për të dominuar dhe të vazhdoj betejën e tij për institucionet të dobta dhe fuqizim të autoritetit vet personal apo të autoritarizmit të tij. Këtë qasje autoritare nuk e kemi pa vetëm në Kosovë, se s'peshojmë për herë të parë vetëm në Kosovë, këto e kemi pa edhe në vendet e rajonit, ku shumica liderëve të rajonit pothuajse kanë tendenca të tilla të dobësimit të institucioneve dhe të fuqizimit të autoritetit të liderit. Njëjtë e kemi situatën e Serbi, njëjtë e kemi situatën deri diku në Shqipëri, njëjtë e kemi edhe në disa vende të tjera. Maqedoni. Njëjtë e kemi e patëm edhe në Hungari deri tash. Mirë, po rezultatet e fundit zgjedhore në Hungari e tregun se kjo qasje vetëm i kushton shoqënive dhe demokracisë dhe asesi nuk i zgjidh problemet. Dhe ka shembull për të marrë Kosova prej Hungarisë? Mendoj që po, sepse edhe atje shoqënia për një kohë gjatë është mashtruar nga populizmi i zotit Orban, i cili me një farë mënyre i ka ushqyer popullin me lugën e zbrast. Mirë, po edhe ajo qasje e ka një fund, fatmirësisht që
fundi në disa vende vjen më shpejt e në disa vjen më ngadalë. Te Hungaria ka zgjatë pak sa, edhe për shkak se ai ka pas mbrapa mbështetjen e Rusisë, një shtet që po synon influencimin e rajonit ton, edhe të Evropës, mirë po të rasti i Kosovës e të rastet e Ballkanit mendoj që është e pamundur me zgjat atë gjatë sepse ne realisht kemi influenca e Rusisë nuk është aq e madhe, apo edhe mbështetja e disa vendeve që pak a shumë e kanë sponsorizuar shtetet tona, apo edhe i mbështesin shtetet e rajonit, nuk lën hapësirë për aq gjatë. Mirë, po nuk kemi shteti i parë as i fundit që kemi rënë në këtë llumin e autoritarizmit populist, të cilin njerëzit entuziazmohen, mobilizohen, mirë po nuk zgjidh probleme. Hoxha, pavarësisht këtyre mospajtimeve, ka një afat dhe ai nuk mund të tejkalohet kur e dim a ka president, a ka zgjedhje të jashtëzakonshme, apo shkon presioni duke u rrit tek partitë politike, pavarësisht qëndrimeve fillestare dhe aktuale. Shiko, gjykata kushtetuese me afatin 32 ditë plus nuk ka thënë që të pritet dita 32 për ta zgjedhur presidentin, por ajo ishte limiti brenda të cilës do duhet zgjidhej. Dhe po të ishin serioz në këtë rast natyrshëm që po flas për shumicën parlamentare, sepse gjithmonë përgjegjësia është e Zotit shtëpisë, atëherë nuk do të pritej kaq gjatë dhe nuk do të pritej dita fundit. Unë mendoj që këto taktizime për takime, për kërkim emrash, për oferta tërheqje, kandidaturash, këto janë një zvarritje qëllimshme, apo më mirë të themi një zvarritje me skenar nga shumica parlamentare, që t'i fajsoj pastaj partitë opozitare në fushatën zgjedhore të cilën pritet. Unë besoj që janë të pashmangshme zgjedhjet në fillim qershorit 2026. Pashmangshme janë zgjedhjet. Janë të pashmangshme sepse nuk ka asnjë iniciativë serioze. Fillimisht nuk ka ftesë për të takuar me secilin parti. Janë përjashtuar disa parti opozitare. Kush e ka luksi? Përjashtuar AK-ja, po. AK-ja mandej për çështje të tilla, madje duhet të takosh ndoshta edhe për shkak të dhënies mesazhi optimist, ndoshta edhe parti jo parlamentare, jo që do të kenë vota, por do të ishte një vullnet i mirë i marrjes së ofertave, i marrjes së mendimeve, opinioneve dhe ndoshta propozimeve nga ato parti jashtëparlamentare për emra të caktuar, të cilët janë të respektuar, janë përgatitur në sferën ndërkombëtare, ish ambasador akademik e kështu me radhë, por shihet që kjo zvarritje e qëllimshme, që unë po quaj zvarritje me skenar nga shumica parlamentare, bëhet me vetmin qëllim për t'i fajsuar opozitën, siç edhe u deklaru sot zoti Konjusa, që nëse nuk duan opozita, zgjidhje, atëherë edhe mund të shkojmë zgjedhje. Pra është duke u ndërtu, kristalizu skenari i fajsimit të opozitës, prandaj kanë fillu përgatitjet për zgjedhje dhe ndoshta edhe më mirë është shkohet zgjedhje, sepse kemi një figurë të re tashmë në skenën politike, do të ketë kjo fushat një dinamik të re me zonjën Osmanin në tregun elektoral. Prandaj është mirë dhe unë po besoj që zgjedhjet tashme do të prodhojnë një rezultat ku spaku 2 partitë mëdha shqiptare do të obligohen që të bashkëqeverisin dhe pastaj pse jo të gjendet edhe një kandidaturë konsensuale për president. Pra nuk ka asgjë të keqe, demokracia është sa më e shëndetshme nëse ka zgjedhje. Kundërta do të ishte keq, nëse qeverisit pas zgjedhje. Po, Kelmendi, në këtë periudhë aktuale, e pata Xhemail Rexhen nga Asociacioni i Gazetarëve kritikoi dinamikën në kuvend. Në kushte normale do duhet të lavdohej kuvendi për punën e madhe që e merr përsipër, por qëllimi sipas AGK-s dhe monitoruesve tjerë është që të përfundohen disa procese para se të shkohet në zgjedhje të paramenduara.
Në anën tjetër, Tazëm pati kritika edhe për zgjatjen e mandatit të shefit të AKI-s, dhe pavarësisht deklarimit të Kurtit sot që do të tentoj është në komunikim me partitë opozitare të gjejë zgjidhje, argumentet e tjera janë që po paramendohen zgjedhjet, ka veç lojë politike me rivalet politik. Po, e thamë edhe më herët, e kemi thënë edhe natyrisht vazhdojmë ta përsërisim se këtu nuk ka asnjë dilemë se Kurti po tenton me çdo kusht që ta centralizoj pushtetin. Çdo gjë që është në këtë Kosovë do ta fusë në kontrollin e nkthjetrat e veta. Dhe kjo nuk është më sekrete. Problematika është për mua shqetësuese pse bie në grackën e tij opozita, sidomos LDK-ja, dhe pse shkon. Një herë i thret në takim, del një deklarat, Abdigjiku thot po ishte takim konstruktiv, ndërkaq në anën tjetër del Kurti dhe thot jo, thot nuk i ka të besuar, thot duhet t'i kemi 85, se nuk u bë ka me 80, po 85. Pra në fakt ai tallet dhe në mënyrë të vazhdueshme ky shkon dhe i bëhet objekt talli atij. Kjo është shqetësuese. Abdigjiku i bëhet objekt talli Kurtit tonë, në aspektin politik. Në aspektin politik, në mënyrë të verbë. Nuk e di me qëllim apo qëllim, nuk e di se që obligim ka ndaj tij, por qasja e Abdigjikut është krejtësisht e pafalshme, pa justifikueshme. Ai i ndihmon Kurtit që të manevroj në këto ujëra kaq turbullta politike. Pra kemi turbullira politike të skajshme dhe jo rastësisht Kurti dhe njerëzit e tij, pra i vazhdojnë edhe për 5 vjet shefit të AKI-s, kësaj po tentojnë të kapin edhe institucionet, edhe ashtu të kapra pra me borde, me zgjedhje të RTK-s, të KPM-s, ku diun gjitha këto mekanizmat cilat për një vjetë sa kishin ngelur pa borde normale, pa mandat, si të thuash, ky po tenton t'i fusë në kontrol. Pastaj do të shkohet në zgjedhje. Ajo që dua të shtoj unë është, nuk e di, avokatët e kanë thënë, ne para sa lexojmë edhe gjykata kushtetuese ka dhënë një verdikt, po çka do të ndodhë qoftë se dikush nga shumica, gjithsesi Kurti dhe partia në pushtet, ankohet e shpif një mikauz, çfarë do qoftë dhe ankohet në gjykata, qoftë se do ta humb, a do të mundet gjykata kushtetuese sërish ta pezulloj për një periudhë caktuar, siç ndodhi tani. Për mua ishte dorën zemër, ishte arbitrare vendimi i gjykatës kushtetuese. Po, që na jep përgjigjen Hoxha. A do të mund shtyhet, sepse taktika e Kurtit, sipas mendimit tim, është për të futur në zgjedhje në muajin korrik, sepse e ka bazenin me vota diasporën, dhe kjo është taktika e tij. A do të mundet këtë? Për ta kaluar randin, me që është çështje që mund ta flas Hoxha, a mund të shtyhet afati? Jo, absolutisht, afati është i caktuar dhe është imperative. Vendimi i gjykatës kushtetuese është imperativ dhe patjetër që brenda ditëve të ngelura tashmë rreth 2 javë sa kanë mbetur, duhet të zgjedhet. Patjetër, përndryshe, siç ka thënë edhe vendimi, parlamenti shpërndahet në mënyrë automatike, nuk ka nevojë më për dekret. Prandaj gjatë këtyre ditëve janë përpjekjet e fundit, që unë po them përsëris janë lëvizje me skenar dhe janë duke u përgatitur partitë për zgjedhje të reja që do të mbahen fillim qershorit. Pra nuk ka asnjë shans që përsëri të shtyhet ky afat, pavarësisht nëse do të ketë tentativa apo do të ketë pyetje drejtuar gjykatës kushtetuese, sepse gjykata kushtetuese nuk është gjykatë komunale për shqiptimin e gjobave të trafikut dhe për vendosje në afat shkurt, por është gjykatë kushtetuese që me vendimet e saj ofron zgjidhje në kuadër të frymës së kushtetutës dhe duhet këto vendime të lexohen në variantin e gjetjes së zgjidhjes e jo në bllokimin e saj. Pra, kjo është fryma. Kushtetuta nuk mund të jetë dhe nuk mund të krijojë politika ditore dhe për interesa partijake ditore, prandaj është shumë e qartë dhe nuk ka asnjë më dyshje që ky afat më nuk mund të shtyhet, por nuk besoj që do të ketë as tentativa për një gjë të tillë, sepse është shumë e qartë. Pra do të del bllaf dikush që do tentoj ta shtyjë këtë afat, sepse edhe diaspora nuk është, ata janë qytetarë në vendit tonë, askush nuk është kundër votës së tyre, ata janë shumë kontributor, kanë qenë dhe janë kanë qenë në çlirimin e Kosovës, janë në ndërtimin e Kosovës, prandaj edhe figura Vjosa Osmanit po besoj që do të ndikojë ndjeshëm në perceptimin e votës për diasporën, prandaj
nuk besoj që do të ketë tentativa. E vetmia mundësi që mos shkojmë zgjedhje është në qoftë se zoti Kurti frigohet nga përkrahja e madhe qytetare që po shihet që ka zonja Osmani tek qytetarët me takimet e saj në për komunat. Do t'i komentojmë tash. Bytyqi, ka spekulime që po hedhen tash edhe në media e që po demantohen pastaj, ka në studio televizive, në opinion publik, në forma ndryshme rrjete sociale, se ka, po e them kushtimisht, pazare, marrëveshje, ndryshim të pozicioneve, u përmend sot për shembull Lutfi Haziri, u përmend posti presidentit ti mbetet vetëvendosjes i kryeparlamentarit LDK-s ose Ana Sjelltas. A dalin këto spekulime nga vetë partitë dhe e masin pulsin, e masin opinionin publik, e masin elektoratin nëse reagojnë mirë apo jo ndaj këtyre matematikave, apo thjesht janë informacione që nuk dihet nga kamburimin? Unë nuk du më lëshun në spekulime nga po vinë ato, por një gjë që në perceptimin tim është që nëse LDK-ja bën ndonjë hap të flirtimit me pushtetin, do të ketë një fat shumë të keq politik, sepse flirtimin e të kaluarën edhe mos qëndrueshmëria apo mos pozicionimi i qartë si opozit apo si pjesë e pushtetit i ka kushtuar jashtëzakonisht shumë. Çfarë do të thotë ky? Mendoj që LDK-ja nëse dëshiron të vazhdojë jetën politike si subjekt politik me rëndësi, unë mendoj që është shumë i rëndësishëm për Kosovën, ty pas parasysh rolin e saj historik, por edhe vlerat që i ka imponuar në shoqëni, ty pas ndërrim të leadershipit, ty pas një lloj konstruktiviteti në ndërtimin e institucionave, ty ofru kompromis në momentet kyçe politike, ajo duhet të distancohet nga zoti Kurti dhe nga agenda e tij, e cila është agend përfaqësim për të shkuar përsëri në zgjedhje. Unë kam thënë edhe në një emision në ditën e zgjedhjeve me 28 dhjetor, thash që ka pas zgjedhjeve ka zgjedhje. Domethënë, zoti Kurti nuk don me qeverisë. Zoti Kurti don me sundu. Me sundu me këto numra nuk mundet për momentin. Dhe e kërkon një moment të dytë i cili nëse opozita tregohet e qolt dhe nuk e bën një zhytje në popull për t'i treguar të vërtetat e qeverisjes, atëherë do ta ketë problem një rezultat për ndrimin e pushtetit. Po, deri sot... Atëherë, dy procese zgjedhore brenda vitit, shkurt, dhjetor, vetëvendosja u rrit si parti. Vetëvendosja u rrit sepse opozita nuk arriti me pas një unitet, apo me ndërtu një blok opozitar përballë pushtetit. Nëse se ka, ose duhet me kriju hapësirë për alternativa të reja, ose duhet me shku mu bo një shtet një partijak, cilin nuk do t'ja dëshireja as një shtetit huj, e lemë shtetit tonë. Por ajo që është më rëndësi të thuhet, është që edhe PDK-ja edhe LDK-ja, si parti që ka një histori politike, që ka një kontribut jashtëzakonshëm në historinë e re të Kosovës, duhet të jenë përgjithshme në këto momentet historike dhe në një farë mënyre ta krijojnë një kufe apo një vit kuqe për zotin Kurti, sepse nëse vazhdojnë të jenë konstruktiv përballë një përbindshi politik, ai përbindsh do t'i merr me vete. Fillimisht e mori LDK-n, tash do ta merr PDK-n e kështu me radhë. Po, unë mendoj se çka mendoj tash është problem, është subjektive, por përballë një partie shumë jo konvencionale dhe përpara një lideri shumë populist, unë mendoj se e mira e smires, do t'ishte që të refuzohen. Unë mendoj se nga gjërat më të mira që ka bë PDK-ja, i tha sjell tha konkretisht. Pra ne kishim reagimin e Konjufcës edhe njerëzve të Albin Kurtit, sepse refuzimi ja bëri në mënyrë shumë estetike. Shkruaj me letër sepse je i pabesueshëm, fundit vetë ka thënë bën kaq. Pra kjo më habit, unë besoj që do të ndodhë diçka e tillë.
do të shpresoja që do të formsohin në tri palë politika kosovare, do të ishte mirësh që Vjosa Osmanit futet në një koalicion me LDK-n, me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, subjekti i djathtë politik, PDK-ja si e qendrës tashmë zyrtarisht edhe me nismë socialdemokrate, sigurisht ndërkësh ngetet lëvizja të vendosja dhe me ata që ajo i quan aleat, pra si parti e majt. Unë mendoj se ky formacion do të ishte formacioni në garën zgjedhore. Besoj që do të shkohet drejt kësajna, por këtu kam një skepticizëm në Vjosa Osmanin. Duhet ta themi të vërtetën, në është problem t'i besohet njeriu që krejt jetën politike ka ndërtu duke mos qenë besnike ndaj parimeve as të veta e as të njerëzve, ai ka dalë nga mangët e fatmirësisë së diut. Parimore. Jo, absolutisht. A ke pas se nuk ka reagu akoma. Ajo akoma dyshoj se pret, a thu mos e ka për Mahi Albini, mos po më propozoj sërish Albini për presidente. Ka pas Tani, po e pati një në një televizion shqiptar në Tiranë dhe pastaj këtu ndroj pak lajmet kur tha, se e pranoj, tha ja kam caktu një farë mënyrë, tha zgjedhjen kur ka dasht, me 28 vjetor, kështu, po pastaj këtu i ndroj ato fjalë. Pra, unë edhe mënyra se si akoma nuk është dalë për të pozicionua për të thënë të vërtetë, sa jo dime dhe sa ishte në post prezidenti, deklaratat e saj tha nuk luhet bigjoz me shtetin e kështu mëra. Kishe deklarata gogja të pra, nuk e di në qoftë se Albin Kurti do të mund t'ja falë të Vjosës atë ofrimin ose kushtimisht flirtrimin me qeverinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndoshta mund ta propozoj. Dhe ajo ende ndoshta mund ta ndroj se ndoshta Kurti nuk e ka bashkë për një me, ndoshta do t'i teket e do të më propozoj sërish për presidente, pastaj kanë votat edhe të LDK-s. Pra po përpiqet një farë mënyrë ta luajë një farë lloj neutralitetit. Po në qoftë se Vjosa vërtet është mbushur mend dhe ka kuptuar se me Albin Kurtin secili që ka sado një fije dinjitetit nuk mundet të qeverisë as mund bashkëqeverisë. Pra, sepse ai kërkon vetëm vazal dhe njerëz të paditur dhe njerëz që kanë mungesë personalitetit. Po, Hoxha po thotë që Vjosa Osmani ka një mbështetje të madhe popullore në bazë të aktiviteteve që i ka pasur në takimeve. Për momentin e vetmi për momentin Vjosa Osmani është aset i vlefshëm për opozitën. Dhe nëse e shohim realisht çka po ndodh, i vetmi njeri që është në terren për momentin dhe ka kuptu që zgjedhjet do të mbahen, është Vjosa Osmani. Dhe mendoj që Vjosa Osmani, me gjithë mospajtimet personale që i ka me të për shkak të veprimeve në të kaluarën, kryesisht për politikat e brendshme në Kosovë, Vjosa Osmani me gjithë atë është një figurë që den me kriju probleme në këtë skenën e re politike, e po quaj të re sepse po mungoj një numër i aktorëve të tradicional që i kemi pas në skenë, si që janë kryesisht njerëz të kryesor të luftës, apo edhe njerëz kryesor të LDK-s, po flas për gjeneratat më të vjetra. Dhe në këtë situatën e re e vetmi figurë aktive që me potencial të madh, sepse në fund të ditës Vjosa Osmani e ka lu një rol të rujt një farë lloj identiteti personal. Qoftë edhe me ato lurat e veta politike, që ajo i ka bërë gjatë gjithë kohës. Po në fund të ditës, rezultate politike po kanë njerëz që po luajnë. Nuk po kanë njerëz që po janë parimur deri në fund apo që pendrojnë. Ku është sheni Osmani në garën zgjedhore? Vetëm bashkë me ndonjë prej partive aktuale? Jo, mendoj që ajo ose shkon bëhet pjesë e LDK-s, rikthehet në LDK, që për mendimin tim është pozitive kjo që tha zoti Visar sonte, rikthimi të gjithë anëtarëve të LDK-s, sepse LDK-ja nëse nuk tregohet mikpritëse për gjithë ish anëtarët e saj, do ta ketë problem, apo më mirë themi do të fillojë një problem i ri në LDK, i cili do të jetë më shumë se sa problemet me subjektet e tjera. Por nëse LDK-ja me të vërtetë ka ndërmend të ofrohet si alternativë përballë pushtetit, atëherë duhet t'i hap dyert për gjithë ish anëtarët e saj, e ne dimë që ka ish anëtarë shumë të fuqishëm të cilët për vitet tona kanë pasivizuar aktivitetin e vetë politik, për shkak se si ka kriju hapësirë veprimi në parti. Duke besu kjo gjenerata re që ja dalin. Hoxha, ju thatë që Osmani gëzoni mbështetje nga ajo që po shihet në terren, po qysh duhet ta kapitalizoj me votë këtë mbështetje
çka të veproj, ata nis një parti të vetën në këtë periudhë, një iniciativë që i bashkohet një koalicioni më të madh, apo të rikthehet në partinë ku është rrit politikisht? Shiko, ajo veç ka fillu aktivitetin, ka takime më shumë se 2 ose 3 takime në ditë nëpër Kosovë, prandaj se si modalitetet, se si do t'i materializoj këto veprime, besoj që asajo vetë nuk e ka në këtë moment të qartë, të kristalizuar me qartë, por ajo po përgatitet për të kërku votën e qytetarëve dhe ne këtu nuk ndajmë afinitetet dhe bindjet personale ndaj zonjës Osmani. Por po flasim për politikë, për një treg politik ku ka kërkesë dhe ofertë. Prandaj zonja Osmani po shihet që është e pëlqyeshme në elektorat dhe si e tillë fakti se do të shkojë përmes një liste apo do të rikthehet në mënyrë klasike në LDK, kjo varet edhe nga koha. Edhe unë po besoj që për formim të një partie politike është koha e pamjaftueshme, prandaj do të gjenden nëse do të kthehet LDK, që unë besoj që është shumë e mundshme, do të gjenden modalitetet që ndoshta edhe t'i prij listës së Lidhjes Demokratike dhe ngjashëm sikur në fushatën e vitit 2021, kur garoj për president në një farë mënyre Kurti ishte ngarë për kryeministër dhe zonja Osmani për presidente. Mund të jetë e ngjashme Abdi Xhiku për kryeministër dhe zonja Vjosa Osmani për presidente. Kështu mund të shkohet në premtim para zgjedhor që Osmani të jetë kandidate veç në krye të shtetit, si presidente dhe jo në ndonjë rol ekzekutiv. Si duket e ka shumë përqev dhe mund të tentohet edhe një rast por në modalitete tjera, domethënë në konjunktura tjera, e propozuar nga LDK, pastaj në një marrëveshje më të gjerë në pak, qoftë për bashkëqeverisje, qoftë me forcën e parë, sepse apo dytë, sepse unë besoj dhe jam i bindur që në qoftë se vërtet arrihet një konsensus i gjerë për rikthimin e gjitha figurave LDK, për ofrimin, hapjen e rrugës për ardhjen e figurave të reja deri tani, por që janë marrë me aktivitet. Dhe kështu, Hoxha, a mposhtet vetëvendosja në këso forme, a mposhtet ky 51.1% që me këto lëvizje, me këto matematika, me këto pretendime për bashkim ose rinj kuadrim, ose ndarje në tabor, qoftë ideologjik, qoftë interesi? Nuk duhet të zhvillohet gara për mposhtje, por unë po besoj që gara duhet zhvillohet për fitim besimi. Dhe unë po besoj se një hapje edhe më e madhe LDK-s dhe një rikthim i zonjës Osmani në çfarëdo forme, qoftë përmes listës apo kthimit saj si bartëse listës së LDK-s, e bën LDK-n pretendente për vendin e parë. Prandaj, ju nëse shihni dhe historikun e LDK-s, asnjëherë LDK nuk ka humbur në kuptimin klasik të humbjes së besimit qytetar, por është ndarë dhe në vitin 2007, kur PDK ka ardhur në pushtet, i ka pasur 4.000 vota më pak se sa në vitin 2004. Por ka ardhur në pushtet për shkak se LDK është ndarë në 2 pjesë dhe është krijuar LDD. Pastaj i keni AKR-n, listën rrugova dhe gjithmonë LDK ka rënë për shkak të ndarjes, jo për shkak të humbjes së besimit. Dhe në këtë rast unë e shoh si ndarje zonën Osmani nga koncepti i lëvizjes vetëvendosje. Prandaj ju e dini, ka njerëz me tatu me 2 figurat, njërin krah ka zonin Osmani, krah tjetër Kurti. Tani përshim që është ky binom i Kurti Osmani. Prandaj tërheqja e zonës Osmani nga ky binom, unë po nuk e Osmani s'ka qenë ngarë më 28 dhjetor. Vjosa Osmani s'ka qenë ngarë më 28 dhjetor. Jo direkt, nuk ka qenë ngarë, por perceptimi qytetar që nga viti 2021 ka ngaruar së bashku dhe kur zoti Kurti madje nuk ishte fare ka qenë.
Po, Hoxha. I asaj Zonja Osmani, ashtu perceptimin popull është që këta dy dhe ashtu edhe praktikisht VV ishte rreth 32% kur i bashkangjit Zonja Vjosa Osmani, e cila pastaj e dërgoi në 50.2%. Hoxha, faleminderit shumë që gjete kohë të inkuadrohesh në Kompas. Gjithmonë knatësi, faleminderit për mundësinë. Na do të shkëputemi me pak marketing dhe do ta komentojmë pastaj edhe vendimin e kryetarit të LDK-s Abdi Xhiku për emrat në kryesinë e re të partisë. Pati edhe emra të ri që u inkuadruan këtë strukturë, por edhe disa tjerë që mbetën jashtë. Jemi në pjesën e dytë të Kompasit këtu në ATV dhe do të vazhdojmë të flasim për zhvillimet politike në fokus çështjet e lidhjes demokratike të Kosovës që u bën temë sot pas komunikatës se kryetari i partisë Lumir Abdi Xhiku i ka emëruar anëtarët e kryesisë së re. Komunikata për media e LDK-s i rendit sipas alfabetit krejt anëtarët e kryesisë,
po çka do të bëjmë ne tash është ta komentojmë përmbajtjen dhe ta krahasojmë me kryesinë e vjetër. Ka emra 3 që janë inkuadruar, që kanë hyrë në politik për herë të parë si deputeti ta Zëmermal Sadiku dhe ka emra të tjerë po ashtu që kanë qenë në kryesi më herët dhe në struktura bajagi të rëndësishme, por që nuk janë pjesë e kryesisë së re kësaj strukture. Për shembull, Arben Gashi, Besnik Osmani, Imri Ahmeti, Besa Gaxheri, Vlora Dumoshi nuk ka pasur reagime të mëdha për të krijuar debat publik, po megjithatë ata që i komentojnë këtë çështje i vunë në spikam këto vendime të kryetarit Abdi Xhiku. Kelmendi, çu të duk si vendim, tash si kryetari i rikonfirmuar prej organeve të partisë e ka kompetencën e plot për ta emëruar kryesinë e re për të vazhduar punën në fuqizimin e subjektit, supozoj, apo jo? Po, duket statuti i Lidhjes Demokratike e lejon një gjë të tillë, një propozim, sigurisht se pastaj është Këshilli ai që i vendos. Pra janë çështje statutare të rregulluara. Sa i përket listës është interesante, duket se ka provuar që të bashkoj sa do pak të ruaj atë gjenezën, si të thuash, të LDK-s, duke futur një nga antar shumë të vjetër atje, shoh Alush Gashin, shoh disa deputet shumë si që është Anton Çuni, Armend Zemaj, Abdullah Hoti, shumë të tjerë, por shoh edhe këta njerëzit e ri, duke shtuar këtu edhe u Krugovën atje shoh. Madje shoh edhe këtë Xhafer Gashiri që Xhafer Gashi është kandidati për kryetar të Tbilisit. Tash është Xhafer Gashi, ishte ish kryetari i Tbilisit. S'është në Pra, kryesim. mendoj se janë çështje të një partie dhe këtu ndoshta do t'i hynim në hak nëse ne do të merrim me analizimin e kësaj. Ajo që në thelbe prek, unë mendoj se kryetari i LDK-s është një figure e hargjuar politike, sepse humbi radhazi dhe prej humbje në humbje dhe çfarëdo që të sjell nga listat, do me thënë, unë jam shumë skeptik në një rezultat. Pra, LDK-ja një parti e madhe, nacionale, të bien 13%, është problem të zgjidhet. Shto faktin se këtu, nga këta që kanë parti, nuk vrej ndonjë personalitet nga bota akademike, shto kujtim Shala, i cili është tash sa kohë, madje është dyshi së cilës list, pra i mungon kuadri akademik dhe nuk e di se çfarë të them. Ajo është e mirë, duhet të thënë se është e mirë. LDK si mungon kuadri akademik. Po, tash ata që i ka, do me thënë, figura gogja të hargjuara politikisht dorën zemër, shumë prej tyre, por mendoj se është shumë e qëndësishme të thuhet dhe pozitive, se ta zëm nuk është hakmar nga Abdullah Hoti, ta largoj është mirë që është aty, sepse ishe një figurë intelektual, Hikmet e Bajrami, po sakt, dhe disa figurat cilat dolen hapur dhe i kërkuan ndryshim leadershipit, ndodhi çfarë ndodhi, sepse ishte e pritshme që ai ta merrte mandatin, sepse ai këshill, domethënë, ishte i zgjedhur përsa ishte kryetar mandatin e kaluar, pra zoti Abdi Xhiku. Prandaj nuk e di, unë mendoj që është definitivisht e drejtë e partisë të veprojë me këto dhe deri tani nuk kemi parë dhe ndonjë reagim që do të mund të prekte, por sigurisht do t'i bën të nderë dhe ndonjëri nga themeluesit që janë të pakët, që të shkonte dhe t'i kërkonte thjesht sa si thuash sa do formalisht që t'ishte aty dhe mendoj se i mungojnë figura treja intelektuale dhe nga bota akademike, se LDK-ja është shquar gjithmonë për këto figura dhe kësaj radhe kjo kryesi, do me thënë, le për të dëshiruar këtë aspekt. Nëse e krahasojmë me kryesinë e deri tashme, që është ende në faqen e LDK-s në internet dhe kryesinë e posaemëruar, a besoni që ka përmbajtje, ka elemente ose shenja që mund të fuqizohet si parti? Po dhe nuk po shën e i dallim shumë të madh, sepse një pjesë e madhe figurave shantore të kryesisë janë prapë antar të kryesisë. Për dallim nga zotëria Arben Gashi, që mendoj është gabim që është larguar nga kryesia, sepse Arben Gashi megjithatë ka një karrierë bukur të gjatë brenda LDK-s, edhe është prej gjeneratave të reja, mirë po me një traditë të gjatë në LDK, por edhe si një figurë që ka pas performancë jashtëzakonisht mirë edhe si deputet, edhe si një zonë
i arsyeshëm në momente shumë të rëndësishme. Pastaj janë figurat si Driton Selmanaj, që është edhe kryetari i Degës në Prizren. Prizreni nuk është që LDK-a s'ka pas mbështetjen e Prizren. LDK-a vite fundit pas se s'ka pas shumë, po në të kaluarën ka udhëhequr komunë. Ashtë fundmi ka qenë kandidat për kryetar, madje. Dhe menoj që edhe Driton Selmanaj edhe Arben Gashi janë dy figura që kryesisë kishin me qenë vlerë shtuar për kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Mirë, po janë edhe disa emra tjerë që me gjitha ato nuk kanë pas një farë performance dhe në që base është e udhës që kur nuk ki një farë performance brenda partisë apo një rezultat elektoral, atëherë të lëshosh rrugë për figurat të reja, cilat kishin mi shërby ma shumë partisë. Mirë, po kjo është vendimi i kryetarit Abdi Gjiku edhe i strukturave të LDK-s, por edhe i herë po e them, si që thash edhe më herët, është shumë e rëndësishme që të kemi pluralizëm politik e parti politike demokratike. LDK-a me gjithë problemet që i ka pas gjatë gjithë rrugtimit vetë politik, e ka rujt një dozë të demokracisë apo thjesht i ke mujt me qenë zonë ndryshe brenda LDK-s dhe të mos përjashtohesh apo të linqohesh apo të sulmohesh në mënyrat ma brutale, si që kemi por të subjektet tjera. Dhe unë menoj që do t'i bënd të shumë mirë demokracisë kosovare, por dhe shtetit Kosovës një LDK organizuar e mirë demokratike, e cila do të merrte përgjegjësitë në të ardhmen për bollë. Se në fund ditës partitë politike krijojnë qeverisjen, qeverisja krijon institucionet dhe me farë mënyre është një cikël që ka gjë shumë gjenezën e ka të partitë politike. Këta emra nesër do t'jenë deputet, ministra dhe kështu me radhë. Krejt partitë opozitare janë në një fazë ose në tjetrën të zgjedhjeve të brendshme. AK-ja dihet tash se këne ka kandidat për kryetar, Ramush Haradinaj nuk do t'jetë me kryetari i partisë, do t'jetë Ardian Gjini. LDK-ja është duke i formu institucionet e brendshme, strukturat, organet e brendshme partijake. PDK-ja po ashtu është në proces të brendshëm zgjedhor. A është penges kjo në organizimin partijak nëse shkohet në zgjedhje nga ajo që po thuhet që janë të pashmangshme, a janë gati strukturat ku kërkohet vota, ku ka aktivitet politik, ku vrapohet për organizime, për fushat, që të kërkojnë vota në një kohë kur janë duke u formu, duke u organizu për brenda? Në fakt, partitë opozitare, sikur dhe partia në pushtet tash, nuk është se nuk ka kontradikta dhe nuk ka qarje edhe në subjektin e Albin Kurtit. Dallimi është se ta zëmë, si që tha dhe kolegu, në LDK ka një demokraci të konsoliduar tashmë të brendshme, ku nuk penalizohet, pra kemi pasur rivalin e tij Abdullah Hoti dhe shoh sërish aty nuk e ka eliminuar Abdi Gjiku, ndërka që ndodh diçka e tillë, ne kemi parë se si ndodh ta zëmë lëvizjen vetëvendosje, ka gogja pak nashësi, duke njohur edhe figura e persona, se cili ka apetitet për të shku deputet, ministër, madje i premton dhe pastaj nuk i zgjedh dhe ata nuk guxojnë as të reagojnë, sepse do me thënë dallimi është se lideri suprem është ai i cili vendos edhe të tjerët duhet pajtohen dhe nuk guxojnë ta thonë. Sa i përket çështjeve të partive tjera, aleanca natyrisht se nuk besoj që do të ndikoj për faktin se ka një lider të vetin historik Ramush Haradinaj, i cili besoj që edhe kësaj radhe do të mundet, nëse s'deli pari, deli dyti, prap atë vot do ta ruaj. Pra nuk besoj që, edhe pse dorën zemër, po them, do doja tash janë një koalicion të djathtë me LDK-n, me listën e Vjosa Osmanit dhe me listët të tjera që mendojnë dhe grupe intelektuale që mendojnë, pra kanë mendim të qendrës së djathtë. Po ashtu te PDK-ja kemi një lider që i është zgjedhur, është në mandat, do të thonë ndonë se sipas statut të partisë sigurisht se do të ketë natyrisht proces, por unë besoj që nuk besoj që ka ndonjë dilemë të brendshme të madhe të theksuar kundër kreut të PDK-s zotit Hamza. Ajo krejt çfarë është dilematike për mua është sa do ta fusin koalicion Fatmir Limen. Ajo thjesht do të kenë 3 deputet besoj, me atë më shumë ose 2 deputeta ku di unë se sa,
po leadershipi nuk besoj që do të ketë kontest. Në LDK problematika është se nuk e di a mund dhe zoti Abdigjiku ta kryesoj listën, qoftë se një marrëveshje e tillë me Vjosa Osmanin do të mund t'i kushtonte ose thjesht do të mund të ambulonte atë që thush atë rënien që e kishte në zgjedhjet e kaluara të 28 dhjetorit dhe diçka e tillë nëse do të vinte hipotetikisht them Vjosa Osmani dhe do futej në LDK, pastaj nuk e di, kjo mund të jetë, si thot populli, thik me dy teha. Pjesën tradicionale të LDK-s do të mund t'i irritonte, por e mira e smires do t'ishte që Vjosa Osmani me listën e saj të futej në koalicion me LDK-n dhe pastaj do të mund të arrute. Unë parashikoj, tashi është problem të shihet, po parashikoj që me Vjosa Osmanin mbi 20% do dali LDK-ja, që do të thot do ta kthej një format një partie të madhe. Besoj që me Vjosa Osmanin, po tashi krijohet kauza politikës, sepse kjo ka një pjesë. Para sa ka tashi nuk di dhe s'duhet të spekuloj. Natyrisht sepse guxoja pa Vjosën, do me thënë ata janë tut frikë, mos guxo, si ti quaj, sepse ata janë emra po s'paraqesin asgjë, do me thonë sa ta gjithë zbashku kanë dalë. A janë parti? Po, në parti jonë po s'paraqesin asgjë, do me thonë hiq ata le dalin nga ajo lëvizjave të vendosje, nuk e marrin të gjithë zbashku as i qerek deputetit nuk e marrin, kjo është e vërteta. Do me thonë ata kanë shku, kanë hy në ombrellën e Vjosës, autoritetin e Vjosës, me pastaj do me thonë janë shkrirë në vetvendosje dhe ata realisht ata përdorin ka qenë partneritet koalicion parazgjedhor me emër dhe akronim. Ata, a i ke pa, në qoftë se lideri atyre, ose themelusja e partisë guxo, asnjën hiq Haxhi Avdyli që një herë doli dhe pastaj rapi shma më falni, tha se pas ka qenë, tha bashkëmije këta tjertë, as që guxun ta mbrojnë liderën e saj. Pra, s'mund themi që ata janë guxo, ata janë VV. Ata janë VV, pra ne unë nuk besoj që ata kanë ndonjë ndikim. Ata e përdorin këtë akronim për t'ja marrë votat LDK-s. Dhe kjo është taktika. Po kur Vjosa nuk është me ta, unë kam dilema, madje shumica për tyre as deputet futen, as me VV-n. Besoj vetëm qoftë se lideri suprem mund t'ua kërkoj popullit tashme që i ka lënë shefja e dikurshme t'i ndihmojmë, se nuk besoj në asnjë variant që do futen deputet, as Peci, as asnjë ata që janë. Dy që i përfund. Po, të zgjedhjet e brendshme, sigurisht që partitë politike në momentin kur të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme që pritet të shpallen, nëse përfundimisht dështon procesi i zgjedhjes së presidentit, e pezullojnë ato aktivitetet e brendshme partijake dhe fokusohen te zgjedhjet e përgjithshme. Sigurisht që zgjedhjet e brenda partijake krijojnë zakonisht pakënaqësi, rivalitete të ndryshme dhe nuk janë shumë të shëndetshme që paralelisht me zgjedhjet apo me garen me partitë të tjera të jenë edhe gara e brendshme. Mirë, po zakonisht ajo që kemi po deri tash, partitë politike në momentin kur të shpallen zgjedhjet i pezullojnë aktivitetet e brendshme partijake për të dhënë hapësirë gares përballë subjekteve të tjera. Mirë, po mendoj që këto zgjedhjet që po vinë kanë me rikonfiguru kohë shumë skenën politike, sepse kanë me imponu edhe koalicione mirë, po kanë me imponu edhe një lloj agjende me lojtarë të vjetër, po të ri në role të reja. Do më lojtarë që i kemi po në role të reja. Dhe besoj që kjo ka me kriju një situatë që askush nuk e ka shumë të sigurt një rezultat shumë pozitiv për veten e tij. Mirë, po mbase kjo është edhe e mira e demokracisë, sepse imponon koalicione, imponon bashkëpunime, imponon dialog, se vetëm ty komuniku, ty dialogu edhe ty ndërtu konsensus na mujmë edhe me bo hapa përpara si shoqëni, e jo të bëjmë hapa mbrapa siç kemi bën këto 3-4 vitet e fundit. Do të jetë periudhë me shumë tema interesante. Faleminderit shumë për diskutimin e sotëm. Faleminderit. Do të kalojmë te një informacion tjetër, ka të bëjë me depunimin